Zëvendës kryeministri Izet Megjiti paralajmëron se gjatë ditës së sotme do të lëshohen rrogat për 17 të punësuarit në inspektoratin për përdorimin e gjuhëve, të cilët për shkak të ndryshimeve të ligjit për mbikëqyrje inspektuese 3 muaj kanë mbetur pa rrogë. Ndryshimet e ligjit për mbikëqyrje inspektuese të miratuara në dhjetor të gjitha inspektorateve u heq statusin juridik dhe i vendos nën kompetenca të ministrive. Këtë e pësoi edhe inspektorati për përdorimin e gjuhëve, edhe pse statusi i tij juridik garantohet me nene të posaçme në ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe ligjin për inspektoratin për përdorimin e gjuhëve. Megjiti për këtë paralajmëron se gjatë javës së ardhshme do të propozohet zgjidhje re ligjore për të rregulluar statusin e inspektoratit që të mos jetë në kuadër të ministrisë, por të jetë në kuadër të agjencisë për zbatimin e gjuhëve. Inspektorati i gjuhëve është specifik dhe ne kemi shpreh dilemën që jo si gjitha inspektoratet që kanë kaluar ndër kompetencat e ministrive, siç është inspektorati i ambientit djetësor, tashmë është pjesë e Ministrisë së Ambientit dhe inspektoratet tjera në kuadër të ministrive, por inspektorati i gjuhëve për shkak që ka të bëjë me identitetin, që ka të bëjë me gjuhën, me gjuhët në këtë fakt, mendojmë që vlerësimi i vlenit është që duhet të jetë në kuadër të agjencionit të gjuhëve, sepse janë dy institucione komplementare që plotësojnë njëra tjetrën, dhe besoj që përket të dalim me zgjidhje ligjore brenda kësaj jave, ndërsa për rrogat mendoj që sot marrin rrogën e parë dhe në mënyrë etapore do marrin edhe dy tjerat. Pra, çështja problemi ka qenë te kjo se nuk kemi vlerësuar që ky inspektorat ka specifikat e tij, dallon prej tjerëve dhe nuk duhet të jetë në kuadër të ministrive apo në këtë rast Ministrisë së Drejtësisë, po duhet të jetë në kuadër të agjencionit të gjuhëve që të kemë koordinim më të mirë të aktiviteteve. Prej 1 janarit të këtij viti, sipas ligjeve në fuqi, inspektorati për përdorimin e gjuhëve është në një situatë absurde, edhe ka edhe nuk ka status juridik. Ministria e ka marrë buxhetin e inspektoratit, i mbulon shpenzimet vijuese, por deri tani ka lëshuar rroga pasi nuk është rregulluar statusi i të punësuarve, pasi të njëjtit duhet të bëjnë transferim në Ministrinë e Drejtësisë. Por edhe kjo nuk mund të bëhet, pasi Ministria e Financave nuk jep pajtueshmëri, pikërisht për shkak se nuk janë harmonizuar ligjet.